Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala shafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allah në falenderojmë, selama dhe selavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Në dersin e fundit të kësaj serie, në lidhje me optimizmin në kohë të vështira, e kemi zgjedhur temën që të flasim në lidhje me optimizmin dhe ngjalljen e shpresës tek ai besimtar i cili është i zhytur në mëkate, i cili është kapluar nga dëshpërimi apo humbja e shpresës për shkak të numrit të madh të mëkateve. Ky është një kapitull që besimtari duhet të jetë i zgjuar se si ta mjekoj apo si ta trajtoj shpirtin e vet kur përfshihet nga epshet, nga gjunahet e njëpasnjëshme dhe qysh gjej forcë dhe qysh gjej shpresë që të kthehet tek Allahu i lartësuar me pendim dhe të mos e humb asnjëherë shpresën nga mëshira e Allahut. Nga se njeriu është në luftë të vazhdueshme me armikun e tij të përbetuar shejtanin e mallkuar i cili është betuar që do të mundohet ta devijojë njerëzimin. E misioni i tij është që të dërgojë njerëzit në gjunahe. Dhe pasi që i çon me ra në gjunahe, mundohet që tash m'ia hub shpresën që mu pendu tek Allahu i lartësuar. Madje metodat e tij janë të lloj-llojshme. Masi e shtin njeriun me bo gjunahe, i thot tash ti je kriminal, ti je gjunaqar i madh, ty Allahu nuk ta fal. Edhe shtin me mendu keq për Zotin. Dhe i thot vazhdo në gjunahe, se ti ashtu kështu je ka bën gjunahe të mëdha, tash nuk ka shpresë për ty. Dhe njeriu sikur mos ta njihte Allahun e lartësuar përmes emrave të tij, sikur mos ta lexonte Kur'anin, atëherë shejtani e dominon dhe sundon dhe nashta e dërgon deri në depresion dhe deri në vetvrasje. Ku nuk gjon mo zgjidhje për jetë, nuk gjon mo dritë që me vazhdu me ju kthy Allahu të lartësuar. Andaj e shohim se Kurani fisnik dhe Allahu i lartësuar e ka trajtuar këtë çështje nga aspekte të ndryshme dhe vazhdimisht thirr që mu pendu tek Allahu i lartësuar dhe mos me hub shpresën nga mëshira e Allahut dhe me bën një kthim dhe mos mi dëgju shejtanin, nga sa ai është armik i njeriu, armik i besimtarëve në veçantë. Së pari për me na ndihmu neve këtë aspekt se si ta trajtojmë çështjen e humbjes së shpresës, kur besimtari bën në gjunahe dhe zhytet në ato gjunahe dhe kur vjen shejtani dhe i peshpërit dhe i bën vezvese që ty nuk ta fal Allahu, ti ke marru, ka përfunduar çështja jote, ti ke më shkuar në xhehenem kështu me radhë, besimtari duhet ta kuptojë natyrën e tij si njeri. Natyra e njeriu është natyrë mëkatare. Njeriu dhe mëkati janë të pashmangshëm. Dhe kjo me ashtu që e përshkon Allahu i lartësuar së pari krijesën e parë të njeriu, Ademin alayhis salam, se si ka rënë në gjuna dhe pastaj hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot kullu bani Adam khata. Çdo biri i Ademit është mëkatar. Wa khairut khata'in at-tawwabun, ndërsa mëkatarët më të mirë janë ata që pendohen shpesh, që vazhdimisht pendohen, sa herë bin në gjunahe pendohen dhe dinë që e kanë një Zot që ja fal gjunahet dhe kthehen tek Allahu i lartësuar pavarësisht gjunahet që kanë bërë, pavarësisht sa herë e përsëritin atë gjuna, e dinë që natyra atyre është e pashmangshme nga gjunahet, domethënë bën gabime, bën mëkate njeriu. Mirë po, pjesa tjetër e natyrshmërisë që njeriu duhet ta kuptojë është që është e natyrshme që të pendohet, që të kthehet tek Allahu i lartësuar të kërkojë falje. Nëse vrejmë se si e ka trajtuar Kurani fisnik këtë kapitull, shohim që më së pari ajo çfarë na ndihmon apo i ndihmon dikujt që ka rënë në gjuna, i zhytur në gjuna dhe është në prag të humbjes së shpresës, duhet ta kujtoj mëshirën e gjerë të Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar i thot pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thot nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Njoftoj robërit e mi, tregoj robërve të mi se unë sigurisht me të vërtet jam Ghafur ar-Rahim, falës i madh dhe mëshirbërës. Wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Mirë po, edhe dënimi im është i dhimbshëm. Tek kjo pjesa e dytë, Allah i lartësuar nuk po thotë që unë hakmerrem. Mirë po dije që nëse ti vazhdon në gjunahe dhe nuk pendohesh, unë e kam edhe pjesën e dënimit. Edhe është i dhimbshëm, është i tmerrshëm. Mirë po, Allah i lartësuar po i jep përparësi me ta kujtu që Allahu është Ghafur, falës i madh, edhe është Rahim, mëshirues dhe mëshirbërës në veçantë ndaj besimtarëve që pendohen tek Allahu.
Nëse e shohim rrënjën e fjalës ghafara, është diçka që mbulohet, është diçka që përdoret për atë pjesën parzmores, ajo helmeta që vendoset në luftë. Ajo është ka e mbron njeriu nga lëndimet në luftë. Dhe Allah e lartësuar, kur ti kërkon falje, i kërkon Allahut që me t'i mbulu gjunahet dhe mos më të marrë në llogari për to. Me t'i mbulu gjunahet dhe mos më të ndëshku për to. Pastaj është edhe kjo pjesa e dytë, kur ti kërkon falje tek Allahu. Allahu i lartësuar po tregon që është Ghafur edhe Rahim, që të bën mirë, ti ngrit mirësitë, ti ngrit gradat dhe të lartëson dhe të vërshon me mirësitë prej tij. El-Ghafur, El-Rahim. Po ashtu Allah i lartësuar me një ajet tjetër thotë wa rahmeti wasi'at kull shay, dhe mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Njëri prej selefit kur e ka lutur Allahun e lartësuar ka thënë: O Allah, ti ke thënë dhe fjalët e tua janë të vërteta që mëshira jote ka përfshirë çdo gjë dhe unë jam një gjë. Dhe unë jam një gjë prej gjërave të cilat ti ke kriju. O Allah, me përfshi me mëshirën tënde që ka përfshi çdo gjë. Po ashtu në hadithin tjetër kutsi thot Allahu i lartësuar: Inna rahmeti sabaqat ghadabi, mëshira ime e ka te i kalu hidhrimin tim. Gjitha këto ajete dhe hadithe na tregojnë që Allahu i lartësuar e don faljen, e don mëshirën dhe i ka dhënë përparësi faljes dhe mëshirës, andaj besimtari nuk lejohet të mos gjej shpresë, të mos gjej optimizëm në raport me Allahun e lartësuar, po mjafton mi kujtu hadithin e pejgamberit ku thot që Allahu i lartësuar ka thënë në hadith kutsi: Ja ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, o robërit e mi. Dëgjoni mirë me vëmendje, Allahu i lartësuar vazhdimisht na thirr, sikur në ajete edhe në hadithin kutsi: O robërit e mi, jemi të ti, domethënë e përdor për emrin pronor, jeni të mit. O robërit e mi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, ju bëni gjunahe dhe ka bëni natën dhe ditën. Wa ana aghfiru dhunuba jamia, ndërsa unë i fali të gjitha gjunahet. Pa përjashtim, të gjitha gjunahet. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kërkoni falje, ja u fali. Pra ajo çfarë neve na pengon nga arritja e faljes së Allahut të lartësuar është vetëm kërkimi i faljes. Allahu po na thot këtë hadith: Fastaghfiruni, kërkoni falje për meje, lutni faljen. Aghfir lakum. Ja u fali, në qast, aty për aty ja u fali. Aghfir lakum, ja u fali dhe ja u harroj, ja u mbuloj gjunahet. Vetëm kërkohet prej neve që të kërkojmë falje. Pastaj njëri prej selefit, Bekr ibn Abdullah al-Muzani thot: Man mithluka ya ibn Adam? Kush është sikur se ti o biri i Ademit? Mjafton që me hyjnë në mihrab në vend faljen tënde dhe me marr avdes dhe këta e ke sa herë dush. Kush të pengon që mi thirr Allahun e lartësuar? A kemi nevojë për ndërmjetësues? Kush është sikur se ti o besimtar? A ke nevojë për ndërmjetësues mes teje dhe mes Allahut? Mjafton me marr avdes, me hyjnë në vend faljen tonë, me lidhë në namaz dhe mi lyp prej Allahut të lartësuar mirësitë e dunjas dhe ahiretit. E për këtyre mirësive, kryemirësia është mi kërku faljen dhe mëshirën e Allahut të lartësuar. Dhe thot ky dietar thot: Wa laysa bainaka wa bainahu turjuman. Dhe mes teje dhe mes Allahut të lartësuar nuk ka ndërmjetësues, nuk ka përkthyes, nuk ka nevojë dikush që më ndërhyj dhe më ta bardh fjalën. Allahu i lartësuar dëgjon, Allahu i lartësuar e shet gjendjen tënde. Kur besimtari ka parasysh gjitha këto premtime dhe gjitha këto ajete dhe gjitha këto hadithe shpresdhënëse, atëherë optimizmi gjen vend në zemrën e tij dhe lulëzon, dhe drita e optimizmit dhe shpresës në mëshirën e Allahut të lartësuar dominon kundër kurtheve të shejtanit që e cyt besimtarin vazhdimisht ta humb shpresën nga mëshira e Allahut. Kur e hapim së pari Kur'anin, librin e Zotit, në faqet e para të Kur'anit, e vërejmë që Allahu i lartësuar pas surës Fatiha, më njëherë me hapjen e surës Bekara, e përshkruan urdhrin të cilin ja ka bë Allahu i lartësuar me lajkeve. Dhe në fillim të surës Bekara, Allahu i lartësuar i përshkruan 3 krijesa, me lajket, njerëzit që i ka kriju dhe xhenët. Dhe Allahu i lartësuar don me na tregu neve që ju i keni para jush 3 grupe, 3 lloje të krijesave. Fillimisht e përshkruan besimtarët, jo besimtarët dhe hipokritët, dhe pastaj 3 lloje të krijesave, me lajket, xhenët dhe njerëzit. Dhe përshkruan atë ndodhin kur Allahu i lartësuar e vendos krijimin e njerëzit dhe ju thot me lajkeve që mi ranë sejdë. Dhe po ashtu i thot bashkarisht edhe sojit të xhinëve. Ja në këtë rast iblisit. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. Kur ju tham me lajkeve iblisit bini në sejdë
të nderimit, sejdë të respektit ndaj Ademit alayhis salam, të gjithë i ranë në sejdë përveç Iblisit. Ndërkohë Iblisi i mallkun e mori hidhrimin e Allahut dhe u largu dhe u debu nga mëshira e Allahut të lartësuar, u përbetu që ka mi deviju njerëzimin. Dhe e mashtroi Ademin alayhis salam me bashortën e tij, mi ngrën atë pemën e ndaluar, pastaj Ademi alayhis salam pendohet tek Allahu dhe Allahu e përshkruan këtë gjendje. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Kur Ademi alayhis salam i mori dhe i pranoi ato fjalë prej Allahut të lartësuar dhe u pendua dhe Allahu ja pranoi pendimin atij, nga se Allahu është Tawwab, është pranues i madh i pendimit dhe është Rahim, është mëshirbërës. Allahu i lartësuar sikur do më na treguar që në fillim të librit të tij, se shikoni, janë tri natyra të krijesave. Janë me lajket të cilat vazhdimisht i binden Allahut. Pastaj janë xhenët, për tyre ata të rebeluar, jo besimtarë të cilët e kundërshtojnë Allahun e lartësuar dhe nuk e zgjedhin bindjen e Allahut, po i rebelohen atij. Pastaj janë njerëzit dhe shembulltyrën e keni te Ademi. Shikoni, Ademi ra në mëkat, gaboj, ama merrni mësim prej tij dhe të pendoheni, se sa herë të pendoheni, ashtu siç Allahu i lartësuar ja ka pranuar pendimin Ademit, ja pranon edhe juve. Pastaj Allahu i lartësuar me një hadith tjetër kutsi thotë: Ja ibnu Adam, o njeri, o biri Ademit, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hadith madhështor vallahi. Thot Allahu i lartësuar në këtë hadith të saktë kutsi, thot o biri Ademit, ti përderisa me lut mu dhe shpreson tek unë, do t'i fali gjunahet krejt çka i ki dhe nuk e kam dert. Ja ibnu Adam, law balagat dhunubuk anan as-sama. Sikur o njeri, sikur gjunahet tuja kanë mi mri kupën e qiellit, kanë mi mbush qiellin, më mri në majët e qiellit. Thumma astaghfartani, pastaj kërkon falje, ghafartu lak. Qom ti fal gjunahet. Wala ubali, dhe se kam dert. Ja ibnu Adam, innaka law ataytani bi qurab al-ard khataya, thumma laqaytani la tushrika bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Wallahi hadith shumë shpresdhënës, shumë madhështor. Thot Allah i lartësuar, pra më sikur po drejtohet Allah i lartësuar me këto fjalë dhe thot o biri Ademit, sikur të më vesh me krejt çka ka dunjaja, gjunahen ata, me peshën e dunjas me gjunahe. Thumë, pastaj nuk kem ki bo shirk, i rujt për shirkut. Nuk kem ki shoqëruar në adhurim dikën tjetër, apo adhurimin tim nuk ja dediku dokujt tjetër përveç meje. Thot kam të ardhë aq sa është dunjaja me falje, sa pesha dunjas me falje. Pra Allahu i lartësuar po do më na tregon neve që veç ruhi nga shirku. Nga se Allahu i lartësuar ju fal të gjitha gjunahet përderisa ju pendoheni, Pastaj është hadithi tjetër madhështor që është shumë shpresdhënës, që është për hadithe më shpresdhënës në raport me besimtarin mëkatar, për atë besimtar që bën gjunahe dhe kërkon falje dhe mëshirë tek Allahu i lartësuar. Cili është ai hadith? Është tregimi në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për atë personin i cili i ka mbyt 99 persona, 99 njerëz që ka qenë prej popujve të kaluar dhe ka kërkuar se a ka pendim për to, ai pranohet pendimi dhe a ka shpresë që Allah i lartësuar më ia fal këtë krim mizor të tmerrshëm që ka bëu, mi vra 99 persona. Dhe kërkon dhe e adresojnë, i tregojnë dhe i dëftojnë për një person. Dhe kur niset ai person, ai kishte qenë një adhurues i madh, por jo i dishëm. Jo i dishëm për Allahun e lartësuar, se Allahu i lartësuar i fal të gjitha gjunahet. Dhe e pyet, thot a ka pendim për mua? I thot nuk ka për ty pendim. Në vrasje. Gjakftof domthon i ka myt me shumë gjakftësi. Kur ta sheh krimi të mërshëm. Mirë po, këtë përgjigje jep dikush që nuk e njeh Allahun e lartësuar. Nga se përgjigjja e dytë është e atij dietarit. Pasi kë e myt edhe ata të parë dhe e plotson numrin dhe i bën fiks 100 veta, lyp përsëri, a ka tobe, a ka pendim për mua, a ka mëshirë për mua, dhe e drejtojnë te një njeri që është i dishëm, te dietarët. Dhe këtu janë në pa vlera diturisë kundër adhurimit pa dije. Kur shkon te ai dietar i madh, njohës i Allahut të lartësuar, dhe i thot kështu kum vepru, a ka tobe për mua? Thot e kush mundet me të penguar? Kush mundet me ndërhy mes teje dhe mëshirës së Allahut? Kush mundet me të pengu ty nga pendimi? Kush mundet me ta mshël këtë derë të pendimit kur Allahu i lartësuar e kalon qel? Kur Allahu i lartësuar kalon hapën? Kush mundet me të pengu ty nga kërkimi i faljes dhe kthimit tek Allahu i lartësuar? Askush. E thot, atë çfarë më bë? Thot largohu nga ai vendi,
në të cilin je duke jetu, nga se ajo është vend i keq dhe të nxisin për gjunahe, dhe largohu shko për një vend tjetër. Dhe rrugës niset, masi që shkon vendin, hadithi e manifeston një pjesë të mëshirës së Allahut të lartësuar, se qysh ja pranon Allahu pendimin dikujt që vetëm i bën hapat e parë të pendimit. Hapat e parë më kthy tek Allahu i lartësuar. Niset, e çon vendin dhe rrugës i vjen e gjeli dhe vdes. Po në ato momente vijnë dy parë me lajke. Dhe kjo më shpallje. Allahu përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam po na tregon. Këto dy parë me lajke, një parë të mëshirës, një parë të dënimit. Dhe debatojnë në mesveti se kush më marr. Me lajket e dënimit thonë i kam 100 veta. Me lajket e mëshirës thonë u shpëndu. E ka lshu vendin, ka jap isharete që ka dëmë kthy tek Allahu i lartësuar. Dhe çfarë ndodh? E sjellin një me lajke tjetër me gjyku mes tyre. Ju thot matni vendin se cili vend është më afër, apo vendin që prej vendit ku ka vdek, vendin që e ka lënë ku i ka bu ato krimet, apo në vendin të cilin ka pas më shku, dhe ka dalë që vendi që ka pas më shku, mu largu prej vendit të tij, ka qenë më afër prej tij dhe e përfshin Allahu i lartësuar në mëshirën e tij. Andaj këtu besimtari rrallë ndodh dikush prej besimtarëve me boksi krime. Kush është ai besimtarë që i ka gjitha këto gjunahe e nuk gjen vend që mu kthy tek Allahu i lartësuar, me gjetë shpresë dhe mi kaplu zemrën e tij optimizmi për faljen e Allahut të lartësuar. Prandaj kjo është një thirrje, jo për me bëu gjunahe, por thirrje që besimtari, pavarësisht gjunaheve të tij, duhet të kthehet tek Allahu i lartësuar. Nga se nuk ka shpëtim tjetër. Na ikim tek Allah, ikim prej dënimit të Allahut, po ku shkojmë? Shkojmë tek Allahu, te mëshira e Allahut të lartësuar. Prandaj edhe na kur kërkojmë mbrojtje prej Allahut, kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga dënimi i tij, dhe kthimi jon dhe siguria jon, dhe lumturia jon, dhe shpresa jon është që të kthehemi tek Allahu i lartësuar. Dhe pastaj Allahu i lartësuar në hadithin që shumë dietarë kanë thënë është hadithi më shpresdhënës në Kur'an. Dietarët kanë diskutuar në Kur'an cili është hadithi, cili është ajeti, më shpresdhënës në Kur'an. Kanë thonë dikush e ka përmend një ajet, dikush një ajet. Një pjesë e madhe e dietarëve thonë është ajeti kur Allahu i lartësuar i thirr robërit e tij dhe thotë kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. O robërit e mi, Allahu i lartësuar i thotë pejgamberit, thuaju robërve, thuaju besimtarëve, jo vetëm besimtarëve, por robërve në përgjithësi, o robërit e mi, dhe këtu përsëri po përdor shprehjen robërit e mi. Se na jemi të Allahut të lartësuar, jemi robërit e tij. Dëshëm apo s'dëshëm? O robërit e mi, alladhina asrafu ala anfusihim, të cilët i kanë të kalu kufit dhe i kanë bëu zullum vetvetes. Nuk po thot Allahu, nuk po na thirr Allahu i lartësuar me thon o ju kriminal, o ju gjunaxhar, që jemi gjunaxhar dhe shpesh ne jemi edhe kriminal në shkeljen e gjunaheve dhe të drejtave të Allahut të lartësuar. Po Allahu po na thirr me emër joshës, me emër përkdheles, po na thot o robërit e mi, që keni bëu zullum vetvetes. Ju me gjunahe vetvetes i bëni zullum, pa drejtësi, ju e dëmtoni vetveten, se na smujmë bëu dëm Allahut të lartësuar. Thot ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Asesi, mos t'ja lejoni vetvetes mi hub shpresën nga mëshira e Allahut. Mos e kputni litarin e shpresës. Mos gaboni me mendu për Allahun që nuk ja u fal gjunahet. Kështu është kuptimi i ajetit. O robërit e mi të cilët i keni bëu zullum vetvetes, mos gaboni mi hub shpresën nga mëshira e Allahut. Pse? Arsyeja, sepse Allahu i fal të gjitha gjunahet. I fal të gjitha gjunahet, pa përjashtim. Sa do të mëdha qofshin ato? Prej mubiqat, prej atyre që janë më shkatruesit, Allahu i fal. Allahu i lartësuar ja pranon pendimin edhe jo besimtarëve kur pendohen tek Allahu. Ja pranon pendimin edhe ata që largohen nga shirku, nga idhujtaria. E le mo gjunahet tjera që janë nën to. Allahu i lartësuar ja pranon pendimin njerëzve të cilët e kanë jo ka pranuar pendimin të cilët ata ju besimtarë që e kanë luftu pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. I kanë luftu sahabët, megjithatë Allahu i lartësuar i ka thirrë që të pendohen. Mëshira e tij, madje ajo ma hnitshme çka është. Allahu i lartësuar Firaunit, i cili i ka coptu bijtë e Israelve, fëmijët e tyre. Ja ka turpru gratë e Benu Israelve, i thot Musait, shko
dhe ftoje se nashta kthehet dhe pendohet. Nashta pastrohet dhe kthehet tek Allahu i lartësuar. Nëse kjo është thirrja e Allahut të lartësuar për një tiran sikur Firauni, për besimtarët që janë me gjunahe, sigurisht është thirrje edhe më parsorë, që mos më hup shpresën tek mëshira e Allahut. Nga se besimtarët sado që kanë gjunahe, nuk e arrin tiraninë e Firaunit. Prandaj besimtari duhet ta dëgjojë këtë thirrje, këtë ajet me zemër, para se ta dëgjojë me vesh. O robërit e mi që i kanë bërë zullum vetvetes, i kanë tikalu kufit me gjunahe, la taqnatu min rahmatillah, mos e hopni mëshirën tek mëshira, mos e hopni shpresën tek mëshira e Allahut. Pse? Se inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, se Allah i fal të gjitha gjunahet. Të gjitha. Po Allahu nuk e lën me kaq ajetin. Thot innahu, që më thon dikush, e pse i fal Allahu të gjitha gjunahet? Përgjigjja është në fund. Nga se Allahu është me të vërtet Ghafur, falës i madh, wa Rahim, mëshirbërës i madh, mëshirplot. Allahu i lartësuar ajetin e ka përmbyll me 3 përforcime. Thot se innehu, që ja innehu, huwa, se ai me të vërtet është falës i madh. Kjo është njëra prej ajeteve më shpërzdhënës në Kur'an. Prandaj ne duhet t'ja u lexojmë njerëzve të cilët kaplohen nga depresioni, kaplohen nga pesimizmi, t'ja tregojmë se mëshira e Allahut është e madhe dhe Allahu i lartësuar na fton drejt mëshirës së tij. Wallahu yad'ukum ila daris salam, na fton për vendbanimet e paqes, për xhenetet e tij. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dhe udhëzon kënd të dojë në rrugën e drejtë. Pastaj Allahu i lartësuar me një aspekt tjetër, pasi që na fton dhe na tregon për mëshirën e tij të gjerë, na tërheq vërejtjen që shpresën nga mëshira e Allahut e hupin vetëm jo besimtarët. Allah thot, duke citu Ibrahimin alayhis salam, kur thot qala wa man yaqnutu min rahmatihi, qala wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Shpresën nga mëshira e Allahut e humbin vetëm të humbrit, ad-dallun. Ibrahimi alayhis salam ka thon në surën Fatiha, çfarë themi ne? Uzanën në rrugën e drejtë, jo në rrugën atyre ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin. Jo në rrugën e të humbërve. E të humbrit janë ata të cilët e humbin shpresën nga mëshira e Allahut. Pastaj Allahu thot po ashtu në surën Yusuf, Jakubi alayhis salam kur i drejtohet bijve të vet, shkoni kërkoni Jusufin dhe vëllezërit e tij, wala tayasu min rauhillah, dhe mos e hupni mëshirën nga shpresa e Allahut. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Nga se shpresën tek mëshira e Allahut është cilësi, atribut, vest vetëm i jo besimtarëve. Vetëm kafirat e hupin shpresën nga mëshira e Allahut. Dhe prandaj edhe shohim që shumica e vetvrasjeve ndodhin në vendet e jo besimtarëve. Nga se Allahu i lartësuar i ka edukuar robërit e tij besimtarë që të mos e hupin shpresën tek mëshira e tij. Ata besimtarë të cilët e lexojnë Kur'anin dhe e dinë që kanë një Zot falës, i cili e shtrin dorën e tij natën që të pendohet gjunaqari i ditës, po ashtu e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet gjunaqari i natës, dhe thirr në çdo pjesë të tretë të natës, në çdo pjesë të tretë të natës, a ka dikush që kërkon falje që m'ia fal? Besimtari është e pamundshme mos me gjetë në zemrën e tij vend shpresa dhe mëshira e Allahut të lartësuar. Prandaj besimtari është më optimisti. Andaj edhe nuk lejohet që të jetë pesimist dhe të jetë në depresion dhe të humb shpresën nga mëshira e Allahut. Po ashtu Allahu i lartësuar, përveç që tërheq vërejtjen që humbja e shpresës nga mëshira e Allahut është vesë jo besimtarëve, po ashtu i lavdron besimtarët, të cilët vazhdimisht shpresojnë në mëshirën e Allahut. Dhe thot: innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Besimtarët, ata të cilët kanë migru, janë shpërngul, kanë bërë hijret dhe luftojnë në rrugën e Allahut, ulaika yarjuna rahmatallah. Këta janë ata të cilët e shpresojnë mëshirën e Allahut. Wallahu ghafurur rahim. Allahu është falës i madh dhe është mëshirues. Po ashtu një tjetër formë qysh Allahu i lartësuar na edukon zemrat tona, që sa herë përfshihem nga mërzia e gjunaheve, sa herë ndodh me na kaplu rreth e gjunaheve dhe mos me pas vullnet për jetë, mos me pas vullnet për ibadete, Allahu i lartësuar na tregon raste se Allahu jo ka pranuar pendimin pejgamberëve të cilët kanë bërë gjunahe, sikurse na tregon për Ademin alayhis salam, na tregon për pejgamber të tjerë. Po ashtu na tregon për sahabët, Allahu i lartësuar jo ka pranuar pendimin besimtarëve të cilët nuk ju kanë përgjigj urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me marr pjesë në betejën e Tebukut. Thot Allahu i lartësuar: wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahubat. Dhe ata tre të cilët nuk i përgjigjen Allahut të lartësuar dhe pejgamberit të tij,
që të marrin pjesë në betejën e Tebukut. Hatta daqat alehimul ardu bima rahubat, derisa ju ka ngushtu toka me gjerësinë e saj. Wa daqat alehim anfusuhum, dhe ju ka ngushtu shpirtat e tyre. Wa dhannu alla malja'a min Allah, dhe u bindën se nuk ka shpëtim tjetër përveç se tek Allahu. Illa ilayhi thumma taba alehim liyatubu, pastaj Allahu i lartësuar ja u mundsoi që pendohen dhe u penduan dhe ja pranoi pendimin. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim, me të vërtetë Allahu është i butë dhe pranues i madh i pendimit dhe është i mëshirshëm për besimtarët. Po ashtu, ajo çfarë na e shton edhe më shumë dëshirën që vazhdimisht pendohemi tek Allahu i lartësuar dhe të mbushim zemrat tona me shpresë tek Allahu, është një formë tjetër që Allahu i lartësuar na edukon. Premtimi i tij për besimtarët që do të kenë jetë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Premtimi i Allahut i lartësuar për besimtarët dhe ata që pendohen shpesh për lumturi dhe jetë të rehatshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Për atyre formave që na edukon Allahu i lartësuar është se Allahu i lartësuar na tregon se Allahu i don ata që pendohen. Inna Allahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që pendohen shpesh dhe shumë. I don ata që pendohen vazhdimisht dhe pastrohen. Po ashtu Allahu i lartësuar me një hadith tjetër që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej haditheve më madhështore që tregon për gëzimin e madh të Allahut të lartësuar, ndërkohë që Allahu është gani, është më i pastër, është i më vetëdijshëm, është i pavarur, nuk ka nevojë për krijesat. Ne jemi ata të cilët kemi nevojë për Allahun e lartësuar. Megjithatë, Allahu i lartësuar na tregon edhe në duan e Aishës që na mëson se çysh mi lut Allahun nëse qëllojmë natën e Kadrit. Inna Allahumma innaka tuhibbul afwa, ti e don faljen, fa'fu anni, dhe falem mua. Ky hadith, të cilin do ta lexojmë ne vim, është prej haditheve më madhështore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lallahu ashaddu farhan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum ala rahilatihi bi ardin falat." Allahu i lartësuar gëzohet më shumë për pendimin e robit të tij kur pendohet dhe kthehet tek Allahu i lartësuar, se sa dikush që është me mjetin e udhëtimit në një shkëtir. E keni dëgju hadithin i cili nga gëzimi i madh pasi që i kthehet shpresa për jetë. Hadithi është si një vijim kur ai është duke udhëtu me mjetin e tij të udhëtimit deve në atë rast, edhe aty ka ushqimin dhe pijen dhe futet në hijen e një pemë në shkretirën e gjerë që të pushoj. Masi që hyn në hijen e asaj pemë, e zagjumi. Kur zgjohet, nuk e ka të kryt devën, i ka ikë. Çka ka pas aty? Ka pas jetën, ushqimin dhe pijen. Dhe në atë rast e lyp nuk e gjen. E humb shpresën për jetë. Dhe i dorëzohet saktimit të Zotit dhe hyn në hijen asaj pemë dhe pret e gjelin dhe pret vdekjen. Dhe zan gjumi. Për një moment i vjen devja. Kur zgjohet, mundi me fare mëndush farskene. Zgjohet kur është devën të kryt. E kap shpejt dhe pikëzimi të madh që ju kthy ushqimi. Ushqimi, dhe ju kthy jeta, me vazhdu jetën, me vazhdu rrugëtimin e tij, gabon në shprehje. Sa duhet më konë dikush i gëzushëm që me gabu më ju marrë goja me gabu në shprehje. Dhe jo lloj gabimi. Gabim të rëndë, se kur dikush ta thoshte në gjendje të natyrale, në gjendje normale, del pe feje. Thot, o Allah, ti e robi jam, unë jem Zoti jot. Ka dash me thonë, o Allah, unë jem robi jot, ti e Zoti jam. Pikëzimit madh që ja kthej Allahu i lartësuar me këtë mrekulli devën pasi që i kishte ikë, pa dhe pasi e kishte humbur shpresën. Ky gëzim i madh gabon në shprehje. E Allahu i lartësuar i gëzohet pendimit të robit të tij, sa herë që i kthehet robi i tij, i gëzohet më shumë se sa ky person që u gëzu për gjetjen e jetës. Pastaj Allahu i lartësuar na tregon se ata që bëjnë vepra të mira dhe pendohen tek Allahu i lartësuar, dhe sa herë që bijmë në gjuna, ripërtrin pendimin. Prandaj edhe Ibn Kaimi ka thonë, dera pendimit nuk mbyllet kurrë. Vazhdimisht mbetet qelë derisa të vdes besimtari. Jeton me pendim dhe vdes me pendim. Nga se besimtari nuk ndodh që çdo lëvizje vetëm se e ka ndonjë mangësi, ndonjë gjuna që e bën. Prandaj edhe mas adhurimeve që i bëjmë, mas namazit, çfarë themi ne? Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tebarak ya dhal jalali wal ikram. Kërkojmë falje për lëshimet tona, kërkojmë falje për mangësitë tona. Vazhdimisht, sado që bëjmë adhurime, vazhdimisht kërkojmë falje tek Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një mezhlis ka kërkuar falje 70 deri në 100 herë.
Brenda ditës. Pastaj në dhikrin e mëngjesit të mbrëmjes se kemi sunet, kërkojmë falje nga 100 herë. Kjo është rruga besimtarit. Dhe kjo është rruga me të cilën e adhuron Allahun e lartësuar për gjatë të jetës së tij. Ndodhet mes shpresës dhe mes frikës. Dhe vazhdimisht e trajton zemrën e tij dhe vazhdimisht e mjekon vetveten në rrugtimin drejt Allahut të lartësuar. Kur përfshihet dhe lëshohet në gjunahe si me liri pak më të madhe, e dominon frikën dhe e frikson me ajetet dhe hadithet kërcënuese që të kthehet në rrugën e drejtë. Ndërkohë, kur fillon mu kaplu nga humbja e shpresës tek mëshira e Allahut, nga sundimi i shejtanit dhe fillon me pas mangësi në adhurime dhe fillon mulshu në gjunahe në anën tjetër, nuk mundet mi cuptu atë mi shkput atë zinxhirin e gjunaheve, e kaplon e dominon krahun e shpresës dhe i jep shpresë vetvetes tek mëshira e Allahut të lartësuar dhe kthehet tek Allahu i lartësuar. Pastaj Allahu i lartësuar na thot me një ajet tjetër në surën Nahl thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha", kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, wa huwa mu'min, dhe ai është besimtar, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, kina mi dhon jetë të këndshme, jetë të mirë. Kjo në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dhe kemi më shpërblyj në bazë të veprave të tyre më të mira. Dhe kjo është njëra prej formave të cilën Allahu i lartësuar na nxit dhe na josh që të kthehemi tek Allahu, që të mos e humbim shpresën tek mëshira e Allahut, duke na treguar se çka ka përgatitur Allahu i lartësuar për neve në xhenet. Përveç jetës së këndshme në jetën e kësaj bote, çfarë ka përgatitur Allahu i lartësuar në xhenet? Thot Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, besimtar, pavarësisht gjunaheve që i keni bërë, pavarësisht zullumit që e bëni vetvetes, natën e ditën, pendohuni, kthehuni tek Allahu me pendim të sinqert. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Me shpresë që Allahu t'ja u fal të gjitha gjunahet, t'ja mbulon të metat, lëshimet që i keni bërë. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ky është premtimi të cilin Allahu i lartësuar na premton. Allahu i lartësuar kur premton, Allahu e mban fjalën e tij. Allahu është më i vërtetë në fjalët e tij. Thot Allahu: "Wa man asdaqu min Allahi qila." Kush është më fjalë vërtet se Allahu i lartësuar? Kjo pyetje retorike që s'ka nevojë për përgjigje. Thot Allahu: "Yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Ju fut në xhenete, kopshte, në të cilat rrjedhin lumej. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu. Në atë ditë kur Allahu i lartësuar nuk do t'i turpron, nuk do t'i turproj as pejgamberin dhe ata besimtarët të cilët kanë qenë me to. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Drita ju shfaqet nga të gjitha anët. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Dhe thojnë: "O Allah, përsosë dritën tonë dhe falna neve se me vërtet ti je i gjithfuqishëm për çdo gjë." Dhe për fund hadithi tjetër që na jep motiv dhe na ngjall optimizmin dhe shpresën në zemrat tona, hadithi ku Allahu i lartësuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon për atë fundit që hyn në xhenet. Hadithi është i gjatë, vetëm një pjesë e hadithit është kur transmeton Abdullah ibn Mas'udi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inni a'lamu akhira ahli an-nar khurujan minha." Unë di personin e fundit që del nga zjarri i xhenemit. Personin e fundit që del nga zjarri i xhenemit. Dhe ky hadith është transmetuar në shumë versione, në shumë motërzime. Njëri prej tyre thotë, pasi që del nga zjarri i xhenemit dhe Allahu i lartësuar ja mundson këtij besimtari që ka qenë monoteist, po kanë dominuar tek ai gjunahet dhe pas një qëndrimi të gjatë në xhenem, aq sa Allahu i lartësuar e di sa ka qëndru, derisa ju kanë pastruar gjunahet, sikurse Allahu i lartësuar cakton për robërit e tij stacione të faljes së gjunaheve, sikurse që është Ramazani deri në Ramazan, Xumaja deri në Xuma, namazi deri në namaz, umra deri në umre, që janë falje e gjunaheve në mes çka bëhen mes tyre, po ashtu sprovat janë falje dhe fshirje të gjunaheve. Pastaj sadaka është që i fshuan gjunahet dhe gjurmët e tyre, pastaj bamirësia ndaj prindve. Të gjitha këtu janë stacione të ndryshme për të cilat do të flasim mbase në një ders tjetër, stacionet ku të falen dhe të fshihen gjunahet. Por ky hadith nëse e shohim se çysh shprehet i fundit që del nga zjarri i xhenemit. Pasi që del nga zjarri i xhenemit, halas ka një në xhenet.
edhe e kthen fytyrën nga zjarri, e kthen kokën nga zjarri i xhenemit dhe thot elhamdulillahi alladhi anjani mink. Falënderimi i takon Allahut që më pështoi prej teje. E shpreh falënderimin me loshkën e zemrës. Shqyr që pështova tash prej teje, dola një herë prej teje. Edhe thot s'mu ka dhënë kërkues ju ka dhënë më mirë se sa mua. Halo s'ka hinë xhenet. E shpreh atë mirësinë dhe begatisë që veç ka pështuar nga zjarri i xhenemit. Pastaj vazhdon ajo biseda mes tij dhe Zotit që i kërkon ta afroj tek një pemë, derisa afrohet tek hyjja e xhenetit. Dhe kur hyn te hyjja e xhenetit, te dera e xhenetit, i dëgjon zërat e banorëve të xhenetit. I thot o Zot, futëm në xhenet. I futëm në xhenet. I thot Zoti hyn, kur hyn, i duket që është mush vendi, që s'ka vend. Që s'ka vend hiç për to. Kthehet tek Zoti, thot o Zot, e gjeta xhenetin plot. Çfarë i thot Allahu i lartësuar? Thot hyn në xhenet dhe ki sa 10 fish i dunjas. Sa 10 fish i dunjas. Ama kjo është i fundit që hyn në xhenet. Përmendova tash ka janë si për ti. E si për ti. E deri te gradat e larta të xhenetit Firdaus. Gradat e pejgamberëve, gradat e siddiqinëve, shuhada, as-salihin, pejgamberëve, sinqertëve, dëshmorëve, veprëmirëve. Çfarë grada të larta kanë ata në xhenet. Prandaj Allahu i lartësuar edhe në hyrjen e xhenetit i ka vendosur 8 dyrë për xhenetin, që më të bën shpresë edhe me gjetë vend për me hyrë në të, e janë tek zjarri i xhenemit vetëm 7 dyrë. Sikurse e ka shkruar Allahu i lartësuar mbi ash, inna rahmeti sabaqat ghadabi, mëshira ime e ka të i kalu hidhrimin tim. Lutim Allahun e madhëruar që lëshimet tona dhe gjunahet tona të na i fal dhe gjunahet tona të na mundson të pendohemi për tyre dhe të na i fshin ato dhe gjurmët e tyre dhe e lutim Allahun që me mëshirën e tij dhe me bujarinë e tij na i shndron këto vepra të këqija të cilat i bëjmë në vepra të mira dhe të na i shumëfishon veprat e mira dhe të mos na merr në llogari për ato lëshime të cilat i bëjmë me vetdije apo me vadije, pa vetdije. Lutim Allahun nga sa ai është innehu hul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu